Të nderuar gazetarë, mirëdita të gjithëve. Ju falenderoj shumë që jeni përgjigjur pozitivisht ftesës sonë për këtë konferencë për media. Nesër Lëvizja Vetëvendosje organizon protestë në solidarizim me popullin shqiptar që jeton në Preshevë, Medvegje dhe Bujanos. Kërkesat tona në këtë protestë janë: e para, respektimi të drejtave civile dhe kolektive të shqiptarëve në Preshevë, Medvegje dhe Bujanos, si dhe kthimi i lapidarit në vendin e mëparshëm. 2. Ndërprerja e menjëhershme e procesit negociator të Kosovës me Serbinë. 3. Kthimi i rezolutës së Kuvendit për reciprocitet të plot politik, ekonomik e tregtar me Serbinë, që menjëherë do të sillte tek ndalimi i mallrave serbe në Kosovë. Dhe 4. Ndërmarrja e veprimeve konkrete për shtrirjen e sovranitetit të plot të Republikës së Kosovës në gjithë territorin e Kosovës. Institucionet e Kosovës deri më tani e kanë injoruar problemin në Preshevë, Medvegje, Bujanos. Ata kanë negociuar me Serbinë për Kosovën dhe në këto negociata të drejtat e shqiptarëve në ato 3 komuna nuk kanë qenë kusht për negociata e më pas as temë në ato negociata. Për më keq, qytetarëve atje u është krijuar iluzioni se në këto negociata do të trajtohet çështja e tyre. Kjo gjë i ka pasivizuar ata, i ka lënë të shpresojnë. Prishtina pra ishte 2 fishe pa drejt në tyre. Populli shqiptar në Lugin të Preshevës është duke jetuar në të njëjtin represion që ka jetuar Kosova për gjatë viteve të 90-ta. Kosovën e shtypte koalicioni Milošević-Šešelj, Kosovën po e shtypin pasardhësit e tyre Nikolić Dačić. Nuk ka ndrruar politika, ka ndrruar vetëm emrat e politikanëve. Duke i shtypur ata kolektivisht, synohet të ndërrohet përbërja etnike në Luginën e Preshevës. 3 ditë pas takimit të zëdhënësit të Miloševićit Dačić me kryeministrin Thaçi, Gjandarmeria serbe filloi aksionin për largimin e lapidarit për dëshmorët e ushtrisë shqiptare të Preshevës, Medvegjes dhe Bujanosit. Heqja e lapidarit të dëshmorëve të UÇPMB-s nuk ishte veç heqje e thjeshtë një përmendore, por ishte mohim i historisë, mohim i kulturës, si hallk në procesin sistematik të zhbërjes së çdo gjëje shqiptare. Akti i Dačićit, Nikolićit dhe Vučićit nuk është befasi për lëvizjen vetëvendosje. Në fakt, nuk ka kurrë arsye racionale të pritet që pasardhësit e Miloševićit dhe të Šešelit të veprojnë ndryshe. Të vetmit që kanë pritur diçka tjetër janë partnerët negociatorë të Dačićit në qeverinë e Kosovës. Me këtë protestë të nesërme, ne duam t'i dërgojmë mesazh qytetarëve të Kosovës lindore se populli i Kosovës nuk është i të njëjtit mendim sikurse qeveria e Kosovës, e cila i akuzoi shqiptarët atje për qyqarllëk. Ju faleminderit, tash po ja kaloj fjalën sekretarit organizativ Dardan Molliqi. Mirëdita të gjithëve. Që nga data 22 janar, kur edhe kemi paralajmëruar protestën për Preshevën, Medvegjen dhe Bujanosin, menjëherë kemi filluar takimet dhe tubimet me qytetarë dhe anëtarë të Lëvizjes Vetëvendosje për të diskutuar mbi zhvillimet politike dhe me theks të veçantë mbi nevojën e organizimit qytetar për të solidarizuar me këto komunë. Në këto takime është bërë shumë e qartë se të gjithë qytetarët e Kosovës, qofshin ata student, bujq, punëtor, mësimdhënës, janë shumë të shqetësuar për zhvillimet e fundit në Preshevë, Medvegje dhe Bujanos. Për gjatë gjithë kësaj kohe është vërejtur një përkrahje e fuqishme për këtë kauzë. Protestës sonë që do të mbahet nesër ju kanë bashkuar edhe këto organizata. Sindikata e pavarur e bujqve, Sindikata e pavarur e pensionistëve, Shoqata e muhaxherëve të Preshevës, Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzve të Preshevë, Shoqata Vatra, Lëvizja Demokratike për Integrim, Shoqata 26 marsi 1999, Organizata e Veteranëve të Luftës së Ushtrisë Shërbimtare të Preshevës, Medvegjes dhe Bujanosit, Thirrjet e Nena dhe Xhako, Grupi Tifozëve Kisat, Shoqata Shqiponia, Qendra Liria në Gjilan. Protesta fillon nesër, e shtunë, në ora 14, para Bibliotekës Kombëtare Universitare. Marshruta jonë është si vjen. Pra, siç e shihni edhe në këtë paraqitje vizuale, nisemi nga Biblioteka Kombëtare Universitare për të vazhduar në rrugën Agim Ramadani, pastaj në rrugën UÇK dhe po ashtu duke vazhduar në rrugën Luan Haradinaj për të kthyer në sheshin Zahir Pajaziti dhe për të përfunduar para Teatrit Kombëtar të Kosovës e gjithë kjo marshut e jona. Andaj, duke e bërë publike këtë marshut tonën për këtë protest,
dhe duke i bërë publike gjitha këto dhëna të cilat tashmë i tham, ju bëjmë thirrje gjithë qytetarëve të Kosovës, por jo vetëm të Kosovës, që t'i bashkohen kësaj proteste, e cila do ta faktorizon në radhë të parë çështjen e drejtë të shqiptarëve që banojnë në këto 3 komuna, por edhe çështjen përgjithësi politike të shqiptarëve kudo që janë, për ta fuqizuar atë dhe për ta vendosur në një rrugë të drejtë, e cila është rruga e aspiratave tona kombëtare. Qeveria e Kosovës i ka braktisur në mënyrë të shumë fesht shqiptarët në Luginën e Preshevës. Ju e dini që ky person në fjalë është kryeminist tash e 5 vjet dhe për 5 vite me radhë nuk e ka dhënë asnjë cent nga buxheti i shtetit për shqiptarët atje, në mënyrë që t'i mbështes në aspektin e arsimit, shëndetësisë, kulturës, prodhimit ekonomik e kështu me radhë. Mandej e dim që pikërisht ky kryeminist dhe kjo qeveri nuk e ka pasur asnjëherë temë në mbledhjet e qeverisë çështjen e Preshevës, Medvegjës dhe Bujanovcit. Dhe së fundi, pasi që nuk e pati si kusht për Serbinë, për çfarë do dialogu me të, çështjen e shqiptarëve në Luginën e Preshevës, ajo nuk u bë as temë për brenda këtij dialogu. Dhe tash ky kryeminist, i cili thoshte se çështja e lapidarit duhet të zgjidhet me dialog, filloi që të akuzoj shqiptarët atje për çështjen e lapidarit, ndërkohë që dihet që Daçiçi nuk e hoqi me dialog. Përkundrazi e përdori gjandarmerinë e tij dhe e dëshmoj edhe një herë që nuk është e rastishme që postin e vet si ministër i brendshëm i Serbisë, madje e merr më seriozisht se postin e vet si kryeminist. Prandaj është shumë e pandershme që tash të akuzohen shqiptarët atje, ndërkohë që atyre asnjë ditë nuk ju ka dalur zot kjo qeveri. Javëve të fundit, kryeministri Thaçi, kur i hap mbledhjet e qeverisë për kamerat televizive, aty nisi ta përmend Luginën e Preshevës, por jo si temë të mbledhjes, por si përmendje e këtij emërtimi para kamerave televizive në kohën kur nuk e bënte një gjë të tillë në Bruksel. Pra, fliste para jush që të mos flas në Bruksel dhe fliste para kamerave që të mos bëj temë e qeverisë. Prandaj nuk besoj që ka njeri normal që beson në seriozitetin dhe sinqeritetin e këtij kryeministri kur është në pyetje Lugina e Preshevës. Ne nuk besojmë që reciprociteti duhet të jetë gjeometrik. Reciprociteti gjeometrik është banal dhe jo politik. Reciprociteti duhet të jetë politik dhe strategjik. Nëse Serbia i shkel të drejtat e shqiptarëve në Luginën e Preshevës, ne nuk do të duhej që të shkelim të drejtat e serbëve në Kosovë. Mirë po, të mos harrojmë që plani Ahtisarit nuk jep të drejta serbëve. Jep privilegje, e privilegjet për dikë janë diskriminim për dikë tjetër. Plani Ahtisarit nuk është si model i pranueshëm. Ne jemi për largimin e planit Ahtisarit dhe dispozitat e tij nga Kushtetuta e Republikës Kosovës dhe nga karakteri i shtetit tonë në përgjithësi. Nuk mendojmë që shumëfishimi i planit Ahtisarit sjell zgjidhje, përkundrazi shton probleme. Ne nuk mendojmë nuk është në rregull. Këto privilegje nuk duhet t'i gëzojë askush. Nuk ndërtohen sistemet politike dhe institucionale me privilegje. Ne mendojmë që Tazan, Veriu i Mitrovicës, nuk duhet jetë komunë. Sepse aty është kryer spastrimi etnik, madje jo vetëm gjatë luftës e para luftës, por edhe pas luftës. Dhe cili është kuptimi që komuna e Veriut të Mitrovicës të instalohet pas gjithë atij spastrimi etnik dhe atyre krimeve? Ne e bazojmë politikën tonë mbi atë që jemi të bindur se është e drejtë dhe vërtetë. Plani Ahtisarit ka qenë kompromis me Serbinë, me shpresë se ajo në fund do të na pranojë pavarësinë, meqense se ajo do të kalojë edhe në Këshill të Sigurinë. Nuk është plani Ahtisarit për serbët e Kosovës, po për Serbinë, e cila ka dashur privilegje për serbët, që ta sforcojë instrumentalizimin e saj për aspirata hegemonike. Pra, plani Ahtisarit mendoj që nuk është zgjidhje për askë asnjëherë. Kjo nuk paraqet një kundërthënie, meqense ne jemi kundër dialogut, por legitimitetin për këtë dialog, qeveria e ka sajuar nëpërmjet premtimeve se aty do të hapet çështja e Luginës Preshevës. E ne po duam t'ju tregojmë gjithë qytetarëve që mund të kenë harruar se po gënjehen sërish.
Jo se ne duam që të hapet çështja e Luginës Preshevës, sepse mendojmë që dialogu pa kushte për Serbinë e për çështjet brendshme të Kosovës, ku ata në kushtetut neve nuk na njohin, nuk janë penduar për krimet, nuk na kanë paguar asnjë cent për dëmet e luftës, s'na i kanë kthyer të pagjeturit, vazhdojnë me shtypjen politike e diskriminimin ekonomik në Luginë Preshevës. Ne nuk mund të presim që me dashiqin mund merrem vesh për interesat e të drejtave të shqiptarëve. Kjo është iluzion. Dashiqi për çdo ditë po na dëshmon se është por si Miloševiqi në mos edhe mëzi, por rrethonat janë pak më ndryshe tash. Prandaj ne vetëm po ja përkujtojmë qytetarëve se një ndër arsyetimet e justifikimit të këtij dialogu ka qenë se do të vijë një ditë kur edhe kjo çështje do të shtrohet në tryezën e Brukselit të baronesh Ashton, ku qeveria e Serbisë do detyrohet që të pranojë të drejta për shqiptarët. Dhe kjo nuk ka ndodhur ashtu siç e kemi parashikuar ne televizor vendos. Kurse se jo, për shkak se ne mendojmë që ky dialog është si i tillë i padrejtë. Nuk është dialog në të mirë të Kosovës dhe shqiptarëve. Është nisë si dialog i cili e afron veriun me Serbinë dhe Serbinë me Bashkimin Evropian. Arsyeja pse po i ngutet Serbisë që të hyjë në Bashkimin Evropian është që me marrjen e datës së fillimit të negociatave për anëtarësim në Bashkimin Evropian dhe me fillimin e atyre negociatave, Serbia do të përfitojë shumë fonde nga Bashkimi Evropian. Pra, nisja e këtij dialogu, kur Serbia duhet ta dëshmojë fuqinë e mirë me të tjerët rreth rrotull, është interesi i Serbisë. Pra, ka diçka kriminale tashmë në origjinën e dialogut, sepse është e përkufizuar nëpërmjet interesave të Serbisë që ta afrojë veriun me Beogradin e Beogradin me Brukselin. Por ju e keni pa që autonomia për veriun nuk është fundi i këtyre bisedimeve, por fillimi i kompromisit. Ata po e duan bashkësinë autonome të komunave me shumicë serbe, pjesë e së cilës është edhe veriu i Kosovës. Ambicet e tyre janë përtej veriut të Kosovës. Dhe kjo është arsyeja pse ne kategorikisht dhe më parë se askush tjetër e kemi kritikuar dëmtimin e varrezave ortodokse të serbëve, sepse përveç se bëhet fjalë për akte të dhunshme, të cilat janë po ashtu të turpshme, në të njëjtën kohë bëhet fjalë edhe për krijimin e paralelizmave midis Luginës së Preshevës dhe fshatrave të tjera të banuara me serb në jug të Ibrit, me që rast nënkuptohet se veriu i Kosovës në qenë ka çështje e kryer. Pra, kryeministri Thaçi nuk vepron në barrikadën në lumin Ibër, e ka dorëzuar shtetin e Kosovës para 300-400 kriminalëve, nuk vepron asgjë për Luginën e Preshevës, mjaftohet me deklarata, të cilat në fillim janë shumë të forta, e më pastaj zëvendësohen me akuza për shqiptarët, dhe tash dëmtimi i këtyre varrezave është tamam si një lloj preteksti për planet e Serbisë që ajo i ka prezantuar edhe publikisht. Kosova ka problem që ta mbajë qeverinë në kontroll, jo popull. Ne kemi nevojë që ta mbajmë qeverinë në kontroll dhe për këtë gjë japim maksimumin ton si qytetar, si deputet, si aktivist. Populli i Kosovës është një popull i shumë vuajtur dhe shumë i durueshëm që tradicionalisht ka qenë dhe vazhdon të jetë shumë paqësor, prandaj nuk ka të bëjë këtu me vënien e masës nën kontroll, po me vënien e qeverisë nën kontroll. Ne po e publikojmë marshutën, vendgrumbullimin dhe gjithashtu qëllimet e kësaj proteste, por ky vend është duke lënguar nga mos kontrollimi i qeverisë së Kosovës, nga kuvendi dhe nga qytetarët e Kosovës. Brukseli vepron varësisht se çfarë qëllimesh, qëndrimesh dhe aktiviteti kanë popujt dhe shtetet në Ballkan. Neve na shet qeverinë e korruptuar dhe pasive për interesa shtetërore dhe natyrisht që për ta ruajtur stabilitetin në Ballkan bën më shumë trysni tek ne. Aty ku sheh rezistencë më të madhe, bën më pak trysni. Aty ku sheh rezistencë më të vogël, bën më shumë trysni. Sidoqoftë, më duhet të theksoj edhe një bindje timen për një përshtypje të gabuar të Brukselit, se nëpërmjet këtij dialogu do të mund t'ia marr Serbinë Rusisë. Unë nuk besoj që kjo do të ndodhë dhe përveç kësaj
nuk mendoj që dobësimi i Rusisë në Ballkan duhet të pasohet me forcimin e Serbisë në Ballkan. Mendoj që me këtë qasje ku Kosovën e fusën në dialog me Serbinë për t'ja marrë Serbinë Rusisë, as nuk do t'ja marrin Serbinë Rusisë, ndërkohë që ne do t'a paguajmë një çmim shumë të lartë. Prandaj i takon qeverisë, institucioneve që t'ja thojnë Brukselit hapur këtë gjë, që jemi dakord me juve për dobësimin e Rusisë në Ballkan, por duhet të kemi shumë kujdes sepse ky proces aktual po e forcon Serbinë në Ballkan. Që të gjitha këto janë gjeste simbole, ende të vagullta, meqense nuk i dim hollësitë, duhet ta shohim vendimin e qeverisë për këtë gjë, se si emërohet saktësisht ambasadori Peci, ambasadori i Kosovës në Suedi, që të mund të flasim për hollësitë, por në parim, po them, ky normalizimi i marrëdhënieve të Kosovës me Serbinë po e bën abnormalizimin e më të tjershëm të Kosovës, ku po krijojmë lidhje e varësisë specifike me Serbinë. Mendoj që pa na njohur Serbia pavarësinë e Kosovës, nuk kemi pse shohim ambasadorin aty.